Nëse ndonjëherë ke veshur një palë sandale, ndoshta nuk ke ndalur të mendosh për vetë emrin. Është një fjalë kaq e thjeshtë e përditshme sa pothuajse duket e padukshme. Por, si shumë terma të zakonshëm, fjala sandale mbart një histori të gjatë të formuar nga gjuha, kultura dhe prakticiteti. Fjala nuk u shfaq rastësisht. Ajo evoluoi gjatë mijëra viteve, duke udhëtuar përmes qytetërimeve dhe gjuhëve të lashta përpara se të bëhej termi që përdorim sot. Në këtë video do të shohim pse quhen sandale, si ka ndryshuar fjala me kalimin e kohës dhe pse ka mbetur si emri universal për këtë lloj këpucësh të hapura dhe që lejojnë ajrosjen. Le të zhytemi menjëherë këtu në fjala sandale mund të gjurmohet deri në gjuhët e lashta, veçanërisht greqishten dhe latinishten. Ajo e ka origjinën nga fjala greke sandalon, e cila i referoi një lloj këpuce të hapur të bërë nga materiale të thjeshta si lëkura ose fijet e thurura. Ky term u përvetësua më vonë në latinisht si sandalia, duke ruajtur një kuptim të ngjashëm. Këto fjalë të hershme përdoreshin për të përshkruar këpucë që ishin të lehta, të hapura dhe të përshtatshme për klimë të ngrohtë. Ajo që është interesante është se koncepti bazë i sandaleve ekzistonte shumë përpara vetë fjalës. Egjiptianët e lashtë, për shembull, mbanin versione të hershme të bëra nga papirusi dhe gjethet e palmës. Megjithatë, ishin grekët ata që formalizuan termin që më vonë do të evoluonte në fjalën angleze që përdorim sot. Ndërsa perandoria romake u zgjerua, fjalët latine u përhapën në të gjithë Evropën, duke ndikuar shumë gjuhë moderne. Sandalia latine evoluoi gradualisht në forma të ndryshme në varësi të rajonit. Në frëngjishten e vjetër u bë sandale dhe prej andej hyri në anglishten e mesme si sandal. Me kalimin e kohës, folësit e anglishtes shtuan formën shumës sandals për të reflektuar faktin që zakonisht vishen në çift. Ky udhëtim gjuhësor tregon se emri nuk u krijuai izoluar. Ai u formësua nga sheku i shkëmbimi kulturor, tregtia dhe migrimi. Qëndrueshmëria e rënjes së fjalës në gjuhë të ndryshme reflekton gjithashtu sa të njohura dhe të përhapura ishin këto këpucë. Kjo vazhdimsi tregon se objektet praktike shpesh mbajnë emrat e tyre përmes brezave me vetëm ndryshime të vogla. Një arsye pse emri sandale ka mbijetuar është sepse ai pasqyron drejt për drejt funksionin dhe dizajnin e këpucës. Sandalet përcaktohen nga struktura e tyre e hapur, zakonisht përbëhen nga një sholl e mbajtur në këmbë nga ripa. Ky dizajn i bën ato ideale për klima të nxehta ku ajrosja dhe rehatia janë thelbësore. Shoqëritë e lashta nuk i emërtonin objektet rastësisht. Ato shpesh zgjidhnin fjalë që përshkruanin si përdorej diçka ose si dukej ajo. Në këtë rast, termat origjinal grek dhe latin ishin të lidhur ngushtë me një stil specifik këpucësh. Kjo qartësi ndihmoi në ruajtjen e fjalës me kalimin e kohës. Edhe sot, kur dëgjon sandale, menjëherë imagjinon diçka të lehtë, të hapur dhe kasual. Sandalet janë veshur në shumë pjesë të botës, nga Afrika dhe Lindja e Mesme deri në Azi dhe Evropë. Pavarësisht kësaj pranie globale, fjala sandale u bë dominuese në anglisht për shkak të ndikimit të gjuhëve evropiane. Ndërsa rrugët tregtare u zgjeruan dhe kulturat ndërvepruan, termi u përhap së bashku me vetë produktin. Kolonizimi evropian dhe globalizimi e përforcuan më tej përdorimin e termave anglez në shumë rajone, përfshirë përhapjen e gjerë të fjalës sandale. Megjithatë, vlen të përmendet se shumë kultura ende kanë emrat e tyre për këpucë të ngjashme, duke reflektuar traditat dhe materialet lokale. Termi anglez thjesht u bë një standard global, veçanërisht në tregtinë dhe modën moderne. Edhe pse dizajni i sandaleve ka evoluar ndjeshëm, emri ka mbetur relativisht i pandryshuar. Sandalet e lashta shpesh bëheshin nga materiale natyrore si lëkura, druri ose fijet bimore, ndërsa versionet moderne mund të përfshin gomë, plastik dhe materiale sintetike. Stilet janë diversifikuar gjithashtu, duke filluar nga shapkat e thjeshta deri te dizajnet më të strukturuara me shumë ripa dhe sholla. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, ideja thelbësore, një këpucë e hapur dhe që lejon ajrosjen, ka mbetur e njëjtë. Meqense dizajni bazë nuk ka ndryshuar në mënyrë dramatike, nuk ka pasur arsye të fortë për të ndryshuar emrin. Kjo qëndrueshmëri është një nga arsyet pse fjala sandale ka mbijetuar për shekuj pa u zëvendësuar nga një term i ri. Sot, fjala sandale mbetet relevante sepse vazhdon të përshkruajë qartë një kategori të veçantë këpucësh të përcaktuara nga dizajni i hapur dhe struktura e lehtë. Ndryshe nga emrat më specifik të këpucëve që shpesh zhduken me ndryshimin e trendeve, sandale ka mbetur fleksibël dhe i përdorshëm gjerësisht në stile, kultura dhe periudha të ndryshme.
Ajo mund t'i referohet gjithçkaje, nga palë të thjeshta të bëra me dorë nga materiale natyrore deri te dizajnet e prodhuara në masë në modën moderne. Thjeshtësia e saj gjithashtu kontribuon në jetëgjatësinë, pasi është e lehtë për t'u shqiptuar, kuptuar dhe njohur në gjuhë dhe rajone të ndryshme. Edhe ndërsa moda evoluon, ideja bazë e sandaleve ka mbetur e njëjtë, duke ndihmuar në ruajtjen e termit në një peizazh gjuhësor që ndryshon vazhdimisht. Fjalët që mbeten të qarta dhe funksionale kanë tendencë të zgjasin më shumë. Sandale është një shembull i fortë i kësaj, duke ruajtur si kuptimin origjinal ashtu edhe rëndësinë e përditshme. Emri sandale është më shumë se thjesht një etiketë për një lloj këpucësh. Është një pasqyrim i historisë, gjuhës dhe përshtatjes njerëzore. Nga origjina e saj në greqishten dhe latinishten e lashtë deri te udhëtimi përmes gjuhëve evropiane dhe në anglishten moderne, fjala ka udhëtuar po aq larg sa njerëzit që i kanë veshur ato. Mbijetesa e saj për mijëra vite tregon se si gjuha mund të ruajë kuptimin edhe ndërsa bota ndryshon përreth saj. Kështu që herën tjetër kur të veshësh një palë sandale, nuk po vesh vetëm diçka të rehatshme, po hyn në një histori që filloi në qytetërimet e lashta dhe vazhdon edhe sot. Faleminderit që na ndoqët. Nëse keni sugjerime për videon ton të radhës, mos hezitoni t'i ndani në komentet më poshtë. Do të sigurohemi t'ju japim një falënderim për kontributin tuaj. Faleminderit që u bashkuat me ne në këtë udhëtim në historinë e gjërave të thjeshta. Mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të qëndroni me ne për më shumë histori të thurura në detajet më të vogla.